do të flasim për operacionin ushtarak që çoi në arrestimin e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro. Shumë është folur në media, detajet të dhënat nga mediat amerikane kanë qenë të shumta, por ne të gjitha këto do të analizojmë në një intervistë me generalin Det Prenga. General, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndet edhe juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. General, ju bëri përshtypje gjithë ky operacion pa asnjë çedim të paktën edhe sipas zyrtarëve amerikanë, një ndërhyrje sikur kanë cilësuar ata kirurgjikale. Në tërësi operacioni ka zgjatur rreth 2 orë, 47 sekonda mjaftuan për arrestimin e Maduros, por një përgatitje gati 6 mujore. Unë do thosha që fillimi i vitit 2026 e gjet botën konkretisht me datën 3 në orat 2 të natës me orën lokale të Venezuelës dhe me orën 7 të ditës me orën lokale të Shqipërisë, të befasuar njëkohësisht, por paralelisht saj e gjeti edhe të dyzuar dhe me mendime e qëndrime të diferencuara, disa pro e disa kundra të këtij veprimi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kapjen, arrestimin dhe transferimin e ish presidentit të Venezuelës Maduro me gjithë bashkëshortën dhe një entourazh të vogël të tyre për ta gjykuar për çështje penale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë do doja ta ndaja në 2 aspekte këtë zhvillim të madh të fillim vitit 2026 në botën diplomatike e për tërë globin në përgjithësi. Aspekti i parë, ai që do doja të ndalash ta theksoja, është ajo që përmendë edhe ju në hyrje të kësaj interviste, aspekti i operacionit special të organizimit, të përgatitjes, të zhvillimit dhe të finalizimit të tij në një mënyrë perfekte me një koordinim e bashkëpunim të jashtëzakonshëm, sikur të ishte një stërvitje, e do thosha unë edhe stërvitjet është tepër e vështirë që të kombinohen e të bashkërendohen 3 komponentët e një force të armatosur të cilit do vend, që janë ata forca ajrore, forca detare dhe komponenti i forcës toksore. Kjo u kombinu dhe u realizua me përpikmëri në një kohë relativisht të shkurtër, siç ju thatë, rreth 2 orë dhe për rreth 47 sekonda, megjithëse ai ndjete veten ish presidenti i Venezuelës shumë të sigurt edhe në ato dhomat e blinduara që mund të themi, apo vendet e strehimet e tyre që kudo dhe çdo vend i ka dhe përgatitet për situata të tilla për të mund të ruajtur e siguruar në shkallën më të lartë presidentin e vendit të vet. Gjithsesi, të gjitha këto ranë dhe kjo i dedikohet jo mungesës së reagimit që nxori jashtë loje totalisht gjithë strukturën e organizuar të shtetit venezuelian, për sa i përket mënyrës dhe formës e mundësisë për të reaguar. Kjo i dedikohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe trupave të organizuar dhe të trajnuar e të përgatitur për të ndërmarrë e zhvilluar si rrallë kush, ose për të mos më mirë si atë kush tjetër, misione të tilla, operacione të tilla speciale, që do thosha që edhe në për filma, jo më në trajnime në stërvitje, do të duket një diçka jo reale, por që ata e realizuan dhe realizuan 2 objektiva njëkohësisht. Objektivi i parë për të hequr një narkodiktator të shtetit venezuelian që ndikonte te siguria, liri dhe drejtat jo vetëm të qytetarëve venezuelian, por ndikonte drejt për drejti dhe në sigurinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atë përcaktoi edhe Trumpi në intervistën që konferencën për shtyp që sapo me fjalë dha drejt për së drejti sapo u realizua operacioni special, por do thosha ka ndikim dhe jam i bindur që ky zhvillim nuk mund të ngelet as në Caracas e as në Amerikën Latine. Kam bindur që do të zgjerohet mëtej, kurse po ta trajtonim, nëse më lejon. Po, patjetër. Po ta trajtonim në aspektin dytësor apo në këndvështrim tjetër për sa i përket zhvillimeve ndërkombëtare, opsioneve dhe qëndrimeve që përkatësitë diplomatike të gjitha vendeve
janë shprehur dhe qëndrimeve që kanë mbajtur, aty ka përballje dhe unë nuk jam ndonjë ekspert i ligjeve ndërkombëtare, por do thosha që për sa i përket ligjeve dhe pyetjeve që ngrihen, a ishte i ligjshëm mision për të realizuar, detyrimisht që kjo për të thënë që nuk ishte, si mund të themi, në raport të drejtë me ligjet dhe aktet ndërkombëtare të miratuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe unë do sjell vetëm një shembull. Aq sekret është mbajtur sa edhe Kongresit nuk është drejtuar për t'i marrë miratimin pasi ndërhyrja me trupa toksore në çdo vend tjetër sovran duhet të merret miratimi i Kongresit. Dhe nuk ka bërë për të vetmin fakt mendoj unë për të ruajtur anonimatin dhe si po themi konfidencialitetin që të mos përhapësh sepse do të rrezikoj për të dështuar si mision special nëse do të arrijë që të diskutohej për të marrë miratimin. Kjo ka qenë mendoj unë një nga arsyet që kanë dalë në vendim si ekspertët ushtarak të forcave të armatosa, ashtu edhe presidenti i Shteteve Bashkuara Donald Trump. Kjo ka qenë ajo për të cilin, por nga ana tjetër do thosha që edhe strukturat dhe organizmat ndërkombëtare që kanë shumë vite që funksionojnë dhe janë ngritur për këto raste për të gjykuar e për të diskutuar e për të dalë në vendimarrje, të themi realisht kanë filluar të dobësohen për arsye të paaftësisë së tyre për të diskutuar dhe për të marrë e trajtuar situatat dhe për të dalë në vendime të drejta. Kjo ka bërë që shtetet e fuqishme siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet të tjera të ndërmarrin veprime të njëanshme pa ju drejtuar e marrë miratimin këtyre organizmeve, pa çka se ata vetë janë firmëtar të krijimit, janë pjesë vitale e funksionimit të këtyre strukturave. General, ju bëri përshtypje fakti që Venezuela, vendi i parë për prodhimin e naftës, pra kishte edhe investime në ushtri të shumta, ndërkohë që mbështetja edhe nga Rusia, Kina, Irani për mjetet ushtarake, bombarduese të tjera, për një moment u mbyll gjithçka, u kap gjumë, u neutralizua, u çarmatos. Ku shkuan gjithë këto investime? Në aspektin ushtarak, faktori befasi është faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm që vlerësohet nga palët dhe ajo palë që merr iniciativën për të ruajtur sekretin e vendimmarrjes së vet dhe të veprimeve të mëtejshme. Dhe natyrisht unë jam i sigurt që ka patur edhe rrjedhje informacioni nga ana e Venezuelës dhe ka patur edhe një bashkëpunim të padiskutueshëm nga strukturat e fshehta amerikane apo venezueliane që kanë qenë pro këtij veprimi. Pra, ju mendoni që CIA e çau rrugën, e hapi rrugën përpara, pasi sipas mediave kishin arritur të identifikonin edhe kafshët që kishte në shtëpi Maduro, pra 3-4 baza të lëvizte. Pa diskutim, zbulimi në të gjitha llojet e kohrave, në çdo lloj operacioni, në çdo lloj konflikti, çdo lloj lufte, kudo që është, dhe në paqe, zbulimi është arma e fshehtë, sekrete që vepron 24 orë non-stop e çdo shteti, dhe nga aty del informacioni sakt mbi bazën e të cilit politikanët, vendimmarrësit e çdo vendi analizojnë, gjykojnë dhe vendosin. Kjo është aftësia dhe kapacitetet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë për të dalë e prevaluar mbi vendet e tjera dhe për të eliminuar ose paralizuar të gjithë kapacitetin ushtarak që vendet e tjera kanë, dhe në një çast si ky, siç veproi edhe me Iranin në sulmin ndaj Iranit, që presupozohet që është akoma më i fuqishëm se Venezuela, e paralizoi në të gjithë aspektin, goditi 7-8 pika kryesore, sepse kishte edhe më të lehtë si të ato hapësirës elementeve infrastrukturë të hapësirës ajrore, të forcave detare, të forcave toksore. Pasi këte ja afron të mundësi, sepse Karakasi si kryeqytet është drejt për së drejti edhe në Bregdet, ku kemi detin e Karaibeve që ka dhe pozicionin më të volitshëm, dhe kjo është ajo pjesa ku Venezuela ka vepruar për të shfrytzuar gjitha hapësirat e nevojshme dhe është ka kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet forcave të saj detare, marinës detare, ka goditur her pas here dhe ka eliminuar kontrabandistë, të cilët
nëpërmjet mbështetjes së ish presidentit Maduro, ai ka arritur që të dobësojë së pari ekonominë e vendit tonë. Ju e theksuat që është vendi me rezervat naftmbajtëse në vend më të mëdha në botë. Nuk është i pari në botë, është i katërt ose i pestë për sasinë e naftës që prodhon, për shumë faktorë e arsye, por mbi të gjitha për arsye të teknologjisë së vjetruar, dhe tashmë vendi i parë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj vijnë vendet e tjera, Arabia Saudite, Rusia, Kina, por që është vendi në 5 ose 6 dhe është një vend në krizë totale ekonomike. Ajo është ekonomia, mendoj unë, që përcakton se si situatat do të vjen në një vend ku ka probleme të mëdha me ekonominë. Te mjetet ushtarake këto ditë kanë qarkulluar lajme të shumta edhe për dronin Bisha e Kandaharit në mos gaboj, që ka luajtur një rol vendimtar në këtë operacion, duke treguar fuqinë e Amerikës edhe përballë rivalëve të tjerë. Ky merret, on them që kjo është për spari, është për të realizuar qëllimin që kishte ndaj Venezuelës, në veçanti ndaj drejtuesit të kartelës, që quhen të kartelit të drogës, si për Venezuelën, ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht është edhe një sinjal që u jep vendeve të tjera në të gjithë globin, e në veçanti ato që presidenti Trump i ka theksuar dhe i ka përmendur, siç është Kolumbia, Meksika, këto që janë pjesë e rajonit kryesisht, që është një thirrje që ju bën dhe tërheqje vëmendje që ata duhet të shikojnë dhe të pozicionohen për sa i përket çështjes së drogës dhe të lirive themelore të njeriut dhe të demokracive të vendeve të tyre. Nëse një vend arrin në nivelet minimale të çështjeve ekonomike dhe atëherë edhe lirit dhe drejtat e njeriut nuk mund të jenë më, janë të cënuara, dhe për fat keq ka edhe të tjerë lider që po e tregojnë vit pas viti dorën e hekurt dhe përfshirjen në kartele të ndryshme ose më saktë tek pjesa e krimit të organizuar, dhe nëse ata bëhen një, detyrimisht ata që e psojnë do të jenë qytetarë. Edhe diçka kam tek operacioni që pavarësisht fuqisë normalisht të Shtetet e Bashkuara, do të tregojë faktin që edhe një diktator me gjithë atë pasuri që ka, por shpejtësia me të cilën nuk ka, do të tregojë që besnikëria nuk mund blihet me para. Fatkeqësisht kjo është mos e vërtetë. Nëse vepron dhe njerëzit që të rrethojnë, duke filluar nga ata të sigurisë e më domosdoshme më të rëndësishme që ke rreth vetes, e për të larguar pastaj mbi bazën e parimit rrallëve koncentrik, nëse ata e kanë humbur besimin, por rrin nga frika, nga trysnia, nga presioni e deri nga edhe ndëshkimi, atëherë në një moment të caktuar do doja të sillen në mendje veprimet e luftës ka hershme viteve 60-70 Shtetet e Bashkuara të Amerikës Vietnam. Është prodhuar pas asaj kohe, ka dalë në qarkullim dhe është futur edhe proceset e arsimimit të ushtarakëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çështja e kohezionit, të lidhjes së ushtarit me komandantin. Dhe atje është vërtetuar që shumë ushtarë dhe oficera kanë humbur jetën duke qelluar jo nga fronti, por nga shokët e tyre. Pra në një moment krize, konflikti, lufte, ai i cili nuk ka besim, nuk ka kohezion, nuk e ke bind në leadership, ai në momentin e parë do t'ia kthejë komandantit të tij. Dhe kjo është fryma fatkeqësisht që ekziston në vendet diktatoriale, në vendet, si mund themi, në narkoshtetin që kanë siguruar, mendojnë se janë të përhershëm, me dorë të hekurt komandojnë, ekzekutojnë deri edhe njerëz, mendojnë se pasuria është gjithçka, por për fat keq në një moment, prej më pak se sa një minute, bie poshtë, rrëzohet gjithçka, dhe ajo është një perëndori ose një kala prej rëre që në valën e parë ajo shuhet. Edhe diçka të fundit kam, general, me këtë që ndodhi, tashmë ndoshta është hapur rruga precedenti që ndoshta presidenti kinez apo Putin apo një tjetër një ditë bukur të ngrejë helikopterin për të arrestuar një president shteti apo një kryeministër. Unë mendoj që për sa kohë strukturat dhe organizmat ndërkombëtare që i kanë ngritur me mirë kuptim të plot të gjitha vendet që janë anëtare, kanë humbur dal nga dal e vit pas viti frymen e kohezionit, të vendimeve unanime,
dhe mbi të gjitha të marrjes e shqyrtim të analizave në kohën e dur dhe të daljes në vendime për të ekzekutuar këto vendime, atëherë ju ngelet këtyre vendeve të fuqishme dhe liderëve të tyre të marrin iniciativen dhe të veprojnë. Nuk është çudi pas kësaj që mund të ketë ndërhyrje dhe aksione të tilla të organizuara edhe nga vendet e tjera, nëse ato kanë arritur në konkluzionin përfundimtar dhe kanë përdorur të gjitha llojet e formave dhe metodave diplomatike dhe jo, sepse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fundin e dhjetorit të vitit të kaluar, ultimatumi që i dha Donald Trumpi që i tha jep dorëheqjen, merr ata çfarë ke dhe vetë sistemohu në një shtet ku ti e mendon se të pranohet azili politik. Ai nuk e bëri dhe përfundimisht pasi e uzaruan të gjitha format e metodat e tjera të njohura diplomatike dhe jo, detyrimisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autoriteti i presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta lejonte që të mos ndërmerresh një aksion i tillë, një operacion special i tillë për të vepruar pasi jam i bindur që do të humbte shumë në reputacionin e tij nëse nuk do ta realizonte. Zoti Prenga, Ballkani ka çfarë mëson nga ky operacion, se edhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor gjitha reagimet kishin të ndryshme nga njëri tjetri. Pra, edhe këtu ka diçka që kërcet ndoshta. Ballkani Perëndimor ka çfarë mëson nga çdo lloj operacioni kudo që zhvillohet në çdo cep të globit ton, sepse për fatin ton jo të mirë, pjesa diplomatike dhe politike e marrëdhënieve dy e shumë palshe, e përfshirësh në shumë struktura të ndryshme, herë shkaktojnë siguri nga ata që lidhen, por shkaktojnë pasiguri nga të tjerët që janë përballë, dhe detyrimisht që qëndrimet e tyre janë të ashpra refraktare. Me një fjalë doja ta përmbledhja që bota dhe vendet përfshi Ballkanit Perëndimor duhet, një pjesë e mirë janë duke u përgatitur, kanë kthyer seriozisht syt nga mbrojtja, por të gjitha duhet të jenë të përgatitura për të bërë ballë çdo lloj lufte, konflikti të paparashikuar, por duke menduar të jemi të përgatitur sepse ajo mund të ndodhë që tani, mund të ndodhë që ditën e nesërme. Përgatitja është elementi i parë që nuk do të gjejë në befasi, dhe ai elementi i befasisë që thashë shfrytëzohen në mënyrë të përkryer Shtetet e Bashkuara të Amerikës, detyrimisht që do të jetë në favorin e atij që e ka. Ai që nuk e ka bërë një përgatitje të tillë, atëherë nuk do të jetë fare i befasuar që ngjarja do të ndodhë dhe do të jesh i pazotin me strukturën që ke për të vepruar në mënyrën e dur për të cilin taksapaguesit si në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor paguajnë për një ditë të tillë që mos ardh kur do thosha unë, por që ne duhet jemi të përgatitur. General Prenga, të falenderoj shumë për analizën ushtarake të këtij operacioni që tregoi edhe një herë fuqinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të falenderoj shumë. Faleminderit juve. General